Transportuar një fosh nga Maroku në Itali brenda një qese plastike për të shitur 4 të arrestuar. Një çift maroken u arrestua në Torino me akuzën se sollën në Itali një vajzë të posalindur dhe më pas tentuan të shisnin atë. Hyrja e foshnjës në Itali nuk ishte regjistruar teksa dyshohet se gjatë gjithë udhëtimit me vark nga Maroku vajza e vogël ishte brenda një qese plastike e cila i rrezikoi jetën. Dy shtetas të tjerë maroken me banim në Itali u arrestuan me akuzën e bashkëpunimit. Policia gjeti vajzën e vogël në shtëpinë e tyre ku siç pretendonin e kishin strehuar përkohësisht. Operacioni policisë italiane u quajt Save the Baby dhe në këtë fazë po punohet për të gjetur në Marok nënën biologjike të fëmijës që sipas informacioneve të deri tanishme ka lindur në gushtin e kaluar.